Recet për fëmijët e edukuar mirë. Këshilla më e efektshme dhe më dobiprurse për t'i edukuar sa më mirë fëmijët është që të mos flasësh me gojë, por me vepra. Nuk ka nevojë që të mbajmë predikime në familje. Fjalët i merera, kurse veprat gdhënden thellë në ndërgjegjen e fëmijëve. Ka shumë fëmijë që thonë se fjalët që u thot babai u hyn nga njëri vesh dhe u dalin nga tjetri. Nëse kërkon të kesh ndikim të fëmijët e tu, mos u jep urdhra. Thjesht tregoju dhe demonstroju veprat, ji model për ta. Fëmijët ndjeken dhe hetojnë gjithçka, asgjë nuk u humbet atyre. Veprat dhe lëvizjet e tua si prind model janë më të dobishme se 1000 predikime dhe ligjërata. Nëse shtëpia nga brenda është e përqarë dhe e shpërbër, këshillat dhe ligjëratat janë të padobishme. Nëse gjithë bota jashtë është e shpërbër, kurse familja është e fortë dhe manifeston sjellje shembullore, ka shpresë për përmirësim. Prandaj, nëse besoni dhe doni Zotin, kapuni fort pas familjes. Nëse doni Islamin dhe të dërguarin e Zotit, mos i injoroni familjen. Fëmijët imitojnë më të rriturit në gjithçka. Nëse ti o prind e ngre zërin, i përtet gruas, e ofendon dhe re, dije se fëmijët e tu nuk do të respektojnë atë kur të rriten. Nëse ti pi duhan, të jesh i sigurt se edhe djali yt do të pi duhan, e më vonë edhe drogë. Nëse ti je egoist, i tillë do të jetë edhe fëmija yt. Nëse ti je i rrëmbyer, këtë sjellje do ta mësojë edhe fëmija yt. Për fëmijën, ti je modeli më i mirë dhe ai të imiton në çdo të madhe e të vogël. A ke menduar ndonjëherë mbi vlerat që duhet kultivosh te fëmijët e tu? A dëshiron që fëmija yt të jetë i ndershëm, i dëlir, i moralshëm dhe me duar të pastra? Nëse përgjigjja është po, atëherë je modeli mirë për të. Edhe për gjërat më të parëndësishme, fëmijët veprojnë sipas asaj që i shohin prindrit. Nëse ti je mësuar të pish ujë pa gotë direkt nga broka, dije se edhe djali apo vajza jote në të njëjtën mënyrë do ta pijë. Nëse ti ke lidhje të mira me Zotin, nëse shkon mirë me gruan dhe nënën e tyre, nëse je i dhemshur dhe dëshamirës e tjerë, të tillë do të jenë edhe fëmijët tuaj. Mos lakmo dhe mos prit që fëmijët jenë të mirë, nëse vetë nuk je i tillë. Nëse kërkon të kultivosh dëmshurinë të fëmijët e tu, shko bashkë me ta dhe vizitoni një jetimore. Nëse kërkon t'i kultivosh namazin e mëngjesit në kohë, falet të namaz në dhomën ku fle fëmija. Vepra është këshilluesi më i mirë. Nëse dëshiron që fëmija ta pëlqejë adhurimin dhe ritet fetare, faluni bashkarisht në shtëpi. Nëse dëshiron që ai të lutet sa më shumë, manifesto lutjet e drejtuara Zotit bashkë me gruan tënde në sytë e fëmijës. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: çdo fëmijë lind me natyrë të pastër. A e kuptoni se çfarë dhurate të madhe po të bën Zoti? Ai po ta jep fëmijën të pastër dhe të dëlir, ta bulerasa me qëllim që ta edukosh sa më mirë. Nëse këtë ndershmëri të pastër të fëmijës e mbush me edukat të mirë, kur ai të arrijë moshën e pjekurisë, ti si prind ke fituar xhenetin. Djali dhe vajza jote i marrin vlerat prej teje. Ti je burimi vlerave dhe i burrisë tek ata. Një prind që pi duhan, u dërgon mesazhe në pavetdijen e fëmijëve, si djalit dhe vajzës, se ti je burr dhe model i mirë, duhet pish duhan. Një inspektor arsimi vajti për kontroll në një shkollë e cila ndodhej pranë kufirit me një shtet tjetër. Zona ku ndodhej shkolla është e njohur për trafikimin e mallrave për në shtetin tjetër dhe anasjellës. Pasi kishte hyrë në një klasë dhe ishte prezantuar me nxënësit, inspektori kishte filluar t'i pyeste një nga një se çfarë dëshironin të bëheshin në të ardhmen. Dikush shprehte dëshirën të bëhej inxhinier, dikush doktor, një tjetër mësues, e kështu me radhë. Kur ishte drejtuar me të njëjtën pyetje një nxënësi, ai ishte përgjigjur: dua të bëhem trafikant madhërësh, mësues. E gjithë klasa kishte shpërthyer në të qeshura, kurse vetë nxënësi në fjalë nuk e kishte prishur Terezin. Ai nuk po e kuptonte se çfarë kishte për të qeshur. I ati këtij nxënësi merrej me trafikimin e mallrave.
në varësitë e edukimit që du të japësh fëmijëve, do t'jetë edhe shpërblimi, por edhe ndëshkemi në botën tjetër. Para betejës së Bedrit, te profeti paqja qoftë mbi të, shkon Hudhejfe ibn Yemame. Ai sapo kishte mbritur nga Meka dhe i thot profetit paqja qoftë mbi të: o i dërguari i Allahut, Mekasit më kapën dhe nuk më lëshuan derisa u betova se nuk do të luftoj kundër tyre. Por muslimanët u nisën për në Bedr, bashkë me ta doli dhe Hudhejfe ibn Yemame. Kur e pa profeti, paqja qoftë mbi të, i tha: a nuk u ke dhënë fjalën se nuk do të luftosh kundër tyre? Këto fjalë profeti paqja qoftë mbi të i thoshte edhe pse kishte nevojë për trupa, pasi muslimanët ishin vetëm 300 kurse Mekasit 1000. Mandej profeti paqja qoftë mbi të i thot: kthehu dhe mos hajde me ne, mbaje fjalën e dhënë. Është e vërtet që nga ushtria muslimane u largua një luftëtar, por pjesa tjetër e ushtrisë mori një mësim në mbajtjen e besës, të cilën nuk e harruan kurrë. Prandaj themi që i dërguari paqja qoftë mbi të ka qenë modeli më i mirë. Morali i tij ishte Kurani. Kur i kërkuan Aishës tua përshkruante moralet e profetit paqja qoftë mbi të, ajo u tha: a e keni lexuar Kur'an? Ai ishte Kur'an që este mes njerëzve. Unë nuk po u kërkoj të mos gaboni kurrë, pasi kjo është diçka ideale dhe pamundur. Është normale që të gabojmë, por në raste të tilla duhet ta korrigjojmë gabimin. Këto tema janë produkti i marrëdhënieve të ngushta që kam me të rinjt. Ka prej tyre të cilët vinë dhe më thonë se i ati tyre është lidhur me një grua tjetër dhe më pyesin çfarë duhet bëjmë. Një vajzë më tregoi: kur isha 8-9 vjeçe, babai u thonte shpesh jashtë. Pas një farë kohe zbuluam se ai ishte lidhur me një grua nga një qytet tjetër dhe udhimet i bënte pikërisht për këtë arsye. Ne na ra qellin mbi kokë kur e morëm vesh. Të gjithë u revoltuam dhe u mërzitëm me këtë sjellje të babait. Pas shumë grindjesh dhe debatesh, kjo çështje u mbyll. Me kalimin e viteve, unë u rita dhe krijova familje. Burri im është njeri shumë i mirë dhe i dashur. Njëherë pune i kërkoi të udhthoj jashtë. Kur dëgjova se ai do të udhthoj larg shtëpisë, u gjindosa dhe nuk e lejova të shkoj. Kjo për shkak se në mendje më erdhi përvoja e hidhur me baban. Unë i kërkoja të më merrte me vete ose të mos shkonte fare. Gjendja u përkeqësua sa që i kërkova divorcin. Në pavetdijen time ishte skalitur thellë se një burr kur del jashtë, del për të takuar me të dashurën e tij. Djali dhe vajza juaj kanë nevojë të identifikohen me prindrit e tyre, sidomos gjatë periudhës së adoleshencës. Sipas psikologëve, djali dhe vajza në fillim të moshës së adoleshencës kanë nevojë për identitet kolektiv dhe komunitar të familjes. Nëse këtë identitet nuk e zhvillon dhe nuk e gjen tek ti o baba, do ta kërkojë diku tjetër. Një fëmijë pa identitet të qartë dhe të pazhvilluar i ngjan një pëlhure ku çdo njeri shkruan një fjalë dhe në fund nuk merr vesh asnjë. A je modeli mirë për fëmijën tënd ti o prind? A mundohesh ti korrigjosh gabimet për hatër të fëmijës? A përpiqesh ta respektosh veten për hir të fëmijëve? Tregon Abdullah ibn Amir: në shtëpinë tonë kishte ardhur i dërguari paqja qoftë mbi të. Aso kohë unë isha një djalë i vogël. Teksa qëndronim ulur rreth të dërguarit paqja qoftë mbi të, nëna më thiri dhe më tha: eja se do të jap diçka. Profeti paqja qoftë mbi të e ndërpreu bisedën me shokët e tij dhe duke ju drejtuar nënës time i tha: çfarë do t'i japësh? Nëna ju përgjigj: o i dërguari i Allahut, kam ca kokra hurme në dorë dhe doja t'ja jap. Profeti paqja qoftë mbi të i tha: nëse nuk do të kishe gjë për t'i dhënë, do të regjistrohej si gënjeshtër. Raste të tilla ndodhin kush e di sa herë në shtëpitë tona, ku nana apo babai u premtojnë gjëra fëmijëve dhe nuk e mbajnë premtimin. Ata duhet ta dinë se u regjistrohen si gënjeshtër. Kështu, prindrit ngulisin në mendjen e fëmijëve domosdoshmërinë e gënjeshtër. Shumë baballar u kërkojnë fëmijëve të tyre të përgjigjen në telefon dhe t'i thonë telefonuesit se babai nuk ndodhet në shtëpi.
Prindër të tjerë u flasin fëmijëve për mashtrimet, ilet dhe marifetet që përdorin për t'u hedhur të tjerëve. Kështu ata kultivojnë mashtrimin të fëmijët e tyre. Inxhinierët e ndërtimit që ndërtojnë pallate, të cilat shëmben nga tronditjet më të lehta, janë edukuar në familje të tilla. Ngjarjet e rënda dhe tragjike e kanë burimin te familja. Ofroju fëmijëve të tu modelin më të mirë të prindit. Leri të shohin tek ti cilësitë dhe tiparet më të mira. Fëmia do të rritet dhe edukohet ashtu siç je ti. Nëse kërkon të jetë njeri i ndershëm, i lirë dhe i moralshëm, duhet jesh ti o baba i tij. Nuk ka nevojë ti mbash ligjërata dhe këshilla që djali apo vajza jote të jetë mirë. Një thënie e urtë siriane thotë: numëro 100 herë para se të gënjesh para njerëzve. Numëro 1.000.000 herë para se të gënjesh para fëmijës tënd. Numëro 1 miliard herë para se të gënjesh para Zotit. Është më mirë të vdesësh ti bashkë me fëmijët e tu nga uria, se sa të mos kesh asnjë konsiderat të fëmijët për shkak se ti zgjat duart në haram. Nëse nuk do t'ja dish për umetin, nëse nuk do t'ja dish për atë dheun, nëse nuk do t'ja dish për qytetin dhe fshatin ku jeton, të paktën interesohu për fëmijët e tu. Pasi muslimanët fituan betejën kundër persëve, të gjithë thesaret e Kisras, perandorit pers, u transportuan në Medinë. Kur Umeri i hapi, gjeti mes tyre dhe perle e diamantet vogle të cilat lehtësisht mund të përvetësoheshin nga transportuesit dhe askush nuk do të vinte re. Duke i parë i mrekulluar, Umeri tha: ata njerëz që i kanë transportuar këto janë të ndershëm dhe besnik. Hazreti Ali, kur e dëgjoi këtë, shtoi: ke qenë veti ndershëm dhe të ndershëm janë treguar dhe njerëzit. Nëse do të kishe abuzuar ti, edhe ata do të abuzonin. Shpeshherë këto fjalë u drejtojmë qeveritarëve dhe politikanëve, duke haruar prindrit dhe familjarët. Përse të mos ja drejtojmë dhe dhurojmë në radh parë prindërve tanë, të cilët kultivojnë vlerat ose kundra vlerat e para të fëmijët? Nëse fëmia e kupton se ti nuk je i besës, edhe ai nuk do të jetë i tillë. Nëse sheh se ti vjedh, edhe ai do të vjedhë.